Në një kohë që orët po afrojnë për protestën kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike, në këtë moment do të kemë në studio Tet Koplikun, drejtuese e departamentit Brain Gain në Kampin Demokrat, për të folur për gjithë skenarët e mundshëm dhe për atë që pritet të ndodhë në këtë protestë kombëtare. Faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Ted, po diskutohen në fakt korridoret e Partisë Demokratike, por edhe mes gazetarëve të politikës që mund të ketë dhe skenare të tjerë dhe një lloj lëvizje që mund të bëjë ditën e sotme ndryshe Partia Demokratike që mos jetë më e lexueshme as për ne dhe as për kundërshtarët e tyre dhe tuajt politik. Çfarë pritet të ndodhë? Atëherë, një ndër element që po flitet pra është pungesa e foltores, pra me që koha fjalime besoj ka marru dhe i takon popullit, pra shqiptarëve me fol. Domethënë, protestat e më përparshme kanë një farë mënyrë me rrit atë presionin, me rrit qëndrueshmërinë e Partisë Demokratike në këto protesta dhe numri ka kanë gjithnjë në rritje. Sot ndryshe nga herët e tjera ka një realitet të ri, pra një kontekst të ri, pra më shumë se sa skenarët e protestës që nuk është se ndryshojnë diçka të madhe në krahasim me kontekstin, pra qëllimin final që ka Partia Demokratike, është një qeveri që është po themi, në panik. Pra, ndryshimet e qeverisë ma shumë se sa Rama 4 bis ngjajnë me Balluku 1, si më thanë, lvizet Balluku, vetë njeriu më i besueshëm i Ballukut, për mos me mërzit Ballukun hiqet edhe Eliza Spiropali kur sapo ishte bë ministër, pra disa muaj përpara. Dhe kjo tregon një farë mënyrë të nevojën e zotit Rama për me fitu kohë në këtë situatë që po i kthehet e gjitha kundër tij. Pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç disa fotove të sforcume, disa fërkimeve të shpatullave të sforcume ndaj presidentin Trump, nuk pat në një lajm, pra siç e ka ai zakon me shit, po ashtu edhe Gjermanë tashmë janë shpall armiq të Partisë Socialiste sipas burimeve të shumta dhe po e shohin pra që laku një farë mënyrë po ngushtohet edhe për sa i përket drejtësisë, e cila tashmë për herë të parë po merret me oborrin privat zotit Rama në rastin e Akshit apo parallomin e zotit Rama në rastin e Bilinda Ballukut, po ashtu edhe ndërkombëtarët kanë zgjellë mos me fije të madhe, sepse Rama është produkt i heshtjes drejtësisë edhe të ndërkombëtarëve një farë mënyrë. Pra e para si garante e krijimit mundësisë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe kjo drejtësi nuk ka bë asnjë lloj hetimi të krijimit elektoral, dhe sot Rama tund 83 mandatet sikur janë mbështetja popullore masive ndaj tij, dhe nga ana tjetër ndërkombëtarët, të cilët në rastin më të mirë kanë hesht, në rastin më të keq i tregoshin demokratëve se si duhet silleshin apo të hanin apo mos të hanin barën nëse ju kujtohet. Dhe sot ka ndryshuar qasja qoftë e drejtësisë, qoftë e ndërkombëtarëve, por gjithsesi unë vazhdoj mes personalisht asoj idesë që nuk mjaftojnë as ndërkombëtarët as drejtësia për mi lanë fund një marrëzisë kolektive që një farë mënyrë ka rol edhe Shqipënia shqiptare me heshtjen e saj ose me dakordsinë e saj duke u bë pjesë gjas. Do të ketë një stimul më shumë Partia Demokratike me këtë ndryshim që bëri kryeministri Rama me kabinetin e qeverisës me 7 jo zëvendësime, por me 7 lëvizje për të patur një qasje tjetër në artikulimin publik në vijim. Nuk është çështje artikulimit. Artikulimi publik është ky, që në Shqipëni vendimet e qeverisë merren nëpër bodrume me vena 33.000 euroshe. Në Shqipëni është vjedh buxheti dhe i nipave tonë që nuk kanë lind akoma. Ky është, pra nuk është çështje artikulimit më, është çështje një presionit ku Rama nuk mundet më me e shmang, me hesht apo me kalu me batuta bajate situatën në Shqipëni dhe tulena diskutojmë për një qeveri teknike, pra për mundësinë, për krijimin e mundësisë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra është i vetmi artikulimi, vetmi gjë që kërkon Partia Demokratike. Dhe sot qoftë tek protestat e Rriollit, protestat e Durrësit, protestat në gjitha cepat e Shqipënisë, janë një farë mënyrë produkt i asaj që parashikohet e Partia Demokratike që do të vinë një ditë. Pra, një ditë ku nuk mundet me dalë mazot as opozita, as institucionet, as drejtësia. Pra, një shtet i kontrolluar nga një person që vendos dikujt i jep statusin e investitorit strategjik, dikujt i jep lejen e ndërtimit, dikujt i jep okejn për me trem bandat qytetarin me myll gojen, etj. Pra, është një organizatë kriminale që shpesh kundërshtarëve tonë është duk diçka e egzageruar nga artikulimi i Partisë Demokratike, por çdo ditë po dalin dosjet, po dalin faktet që jo vetëm është një organizatë kriminale, por është një organizatë unike kriminale që nuk e kanë pa më përpara, po flas për vitet e fundit, as në Europë, as përtej saj, si më thanë, për sa i përket funksionimit dhe kapilaritetit të ushtrimit të forcës saj, po themi.